Tri shkronjat e arta UÇK. Pasha zotin, tash ka ardhur koha pak ti bësh dolshime. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua sot në Londër me marrëgjimtar shqiptar dhe pasi mbajti një fjalë rasti, ai pranoi disa pyetje nga ta. Njëri prej tyre i kërkoi Albin Kurtit që të bëjë diçka për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare që ndodhen në Hag dhe po gjykohen për krime lufte. Në një video të publikuar nga Ermal Allaçi nuk shihet reagimi i Kurtit, por shihet ndërsa marrëgjimtari i përmend fjalët që dikur i thoshte lideri i lëvizjes vetëvendosje se nuk do t'i dorëzonte ata në speciale. Një pyetje e kam: tri shkronjat e arta UÇK, pasha zotin me qindra herë të kqyrin në YouTube, kur ju thua atyre, votomëni mua se unë nuk e votoj gjykatën speciale. Do me thënë, gjithmonë ke qenë edhe për ata, edhe për vete, por tash ka ardhur koha pak t'i bësh do lëshime, t'i bësh do ndryshime dhe ata 4 komandantë atje që janë, duhet të bësh diçka, por sado që politikat janë të kundërta me të tuajat, ti duhet të dalësh t'i japësh diçka për ta, i tha marrëgjimtari kryeministrit. Një pyetje kam. Tri shkronjat e arta UÇK. Pasha zotin me qindra herë të kqyrin YouTube kur ju thua tyne voton mua se unë nuk e votoj gjykatën speciale. Domthonjë gjithmonë ke qenë edhe për ata edhe për vete. Por tash ka ardhur koha pak ti bësh dolshime, ti bësh do ndryshime, edhe ata 4 komandantë atë që janë duhet bësh diçka. Ato që ja kalojnë. Por sa do qenë, sa do politikat janë të kundërta me tuat, ti duhesh të danish të japësh diçka.